Sipas haditheve të profetit Muhammed a.s. kuptojmë se nata e Kadrit ndodhet në 10 netët e fundit të Ramazanit, për të cilën ai thotë, kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit, e ndërsa në një hadith tjetër ai thotë, kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditët e fundit teke të muajit të Ramazanit. Gjithashtu ka dhe transmetime nga sahabët të nderuar dhe dietarë të devotshëm të cilët mendojnë se nata e Kadrit më së shumti përkon pikërisht me natën e 27 të muajit të Ramazanit. Por një gjë është e sigurt se kjo natë gjendet në 10 ditët e fundit të këtij muaji. Prandaj le të fokusohemi tek mënyra se si duhet ta vlerësojmë atë më së miri. Mbi të gjitha, duhet të forcojmë ndjenjën e adhurimit ndaj Zotit tonë. Kjo gjë arrihet duke falur sa më shumë namaz nafile, duke lexuar sa më shumë Kur'an dhe të meditohet mbi ato çka thot, duke i dërguar sa më shumë salavate për shëndetje të dërguarit të tij Muhamedit a.s., duke i kërkuar sa më shumë falje Allahut për gjunahet që kemi bërë, duke treguar një pendes të sinqertë dhe duke ju lutur sa më shumë, sepse lutja është mjeti më i drejt për drejt që e afron njeriu më së shumti me Zotin e tij. Prandaj agjëro dhe lutju Allahut ashtu si i lutej njeriu më i dashur i tij, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ai lutej Zotit me këto fjalë: Allahumme inneke afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zoti im, ti e falës, të pëlqen të falësh, më fal edhe mua.